Jo vetëm familja Gjajgja, miqtë e të afërmit, por i gjithë fshati Rinia dhe Durrësi është rënditur nga vetëflijimi i 13 vjeçarit një natë më parë pranë banesës së tij. 13 vjeçari nxënës i klasës së 6 është gjetur nga shokët e tij, por edhe të afërmit, i vetvarur në degën e një pemë fiku rreth 20 metra larg prej banesës. Ka qenë duke perënduar ora 19 e mbrëmjes. Të shumta janë dyshimet e këtij vetflijimi. Për të afërmit, telenovelat, por edhe broshurat e shpërndara nga dëshmimtarët e Jehovait pak ditë më parë në këtë fshat, duket se janë shkak i vetflijimit. Ai fashikulli ishte i dhanë nga ajo ç'është ajo feja Havaj, ç'është. Po Jovaj edhe thotë shprehmisht, thotë kështu, Jezusi ka vdekur duke perënduar dielli, po dhe ka shkuar në parajs. Dhe do ringjallet e do vi prap këtu, thotë. Ai fashikulli. Tashi, konkluzioni del se kjo fëmia e ka lexuar të fashikullit. Edhe në përputhje me ato që thotë fashikulli, ki ka krye veprimin. Duke perënduar dielli, ashtu siç e thotë fashikulli, ki ka shkuar dhe ka varë veten. Edhe ka dhënë jetë se gjoja do shkojnë në parajs. Po bëhet një propagandë shumë pa denjë, shumë kundra njerëzimit, kundra njerëzve. Edhe kryesisht kundra fëmijëve që janë të papjekur. Plus telenovela që bojnë për vete, plus këto që ka ndalë këta Jehovajt për vete të shpenda trakte e gjona. Shikon të kështu telenovela? Po kush nuk i shiko telenovela në Shqipëri? Ato janë bo si kafja mjesit. Po janë diku në për telenovela, a e fëmija me i karamele rrënt, kënë jetë. Ati ka gjithë të letrat, dyshojmë gjithë. Të letrat që hedhin këto, që është kjo feja. Për tjetër gjo, në shkollë s'ka pas probleme. As një qetësim, as një gjë, s'ka pas një gjë për të shqetësuar këta. Të mërzitur tej mase, por edhe në dhimbje të thellë, të afërmit i bëjnë apel prokurorisë të zbardhë rrethanat e vetvrasjes së 13 vjeçarit. Apeli jonë është i bëjmë thirrje prokurorisë që të paktën të zbardhë këto ngjarje që po ndodhin për çdo ditë. Jo vetëm këtu kene, po ndodhin nëpër katune të tjera, nëpër qytet, nëpër kryeqytet dhe gjithanë. Nuk kemi pse të rrinë edhe ata dur kryq, me pas, kemi gjithë kalamaj edhe shpresojmë që mos na ndodhin gjëra të tilla se ne jemi trishtu, për çka kemi pa me sy.